Pra në këtë moment do të kryejmë një ekzaminim që quhet limfonoduli sentinela, i cili realizohet nëpërmjet një substance radioaktive që ne i themi gjurmues dhe injektohet në gjë në pozicion post ose mbrapa formacionit që pacientit i shënohet ky pozicion për ekografia. Atëherë, mbas injektimit të këtyre 2 injeksioneve në lëkurë, pacienti bën një masazh për disa minuta dhe mbrapa futet në aparat për të gjurmuar këtë lëndë që ne e injektojmë në lëkurë, e cila nëpërmjet sistemit limfatik shpërndahet dhe shkon në drejtim të gjendrave limfatike të sqetullës. Mbasi ne evidentojmë nëpërmjet aparaturës, nëpërmjet garakamerës këtë drenim që i themi ne të këtij limfonoduli, ne e shënojmë me një shënues me bojë dhe këtu përgjithsisht mbyllet ekzaminimi jon. Procesi tjetër është në kirurgji, në të cilën kirurgu hap sqetullën në atë nivel që ne kemi shënuar dhe mbasi e detekton me një aparat që quhet gamma prop të limfonodul ose këtë gjendër limfatike dhe e vërteton që është ai që ne kemi shënuar, e heq, shkon në biopsi dhe mbasi vjen përgjigjja e biopsisë, vazhdon operacioni duke mbyllur sqetullën nëse procesi nuk konziston pozitiv.